përshëndetje. Unë quhem Arvana Kasami Mariqi dhe jam mjeke kardiologe tani më me përvojë mbi 10 vjeçare në këtë drejtim në njërën nga klinikat në Koblenz të Gjermanisë. Është kënaqësi e veçantë për mua të jem pjesë e një projekti të këtillë kaq të rëndësishëm për vetëdijësimin dhe motivimin e vajzave të reja në Maqedoninë Veriore. Qëllime pozitive këto të cilat nuk I shërbejnë vetëm femrës, por gjithë shoqërisë, sepse edukimi dhe zhvillimi I femrës është bazë për zhvillimin e një shoqërie të tërë. Pas kryerjes së shkollës së mesme në Maqedoni, u gjinda edhe unë si shumica e moshatarëve të mi në një udhëkryq, I cili do të vendoste për zhvillimin tim edukativ më vonë. Mua ma lehtësonte sadopak dëshira ime që e kisha për të studiuar mjekësinë humane dhe për të bërë mjeke këtë vendim. Unë nuk duhej të vendose çfarë do të studioj, por ku do të studioj për të pasur në fund një profesionalitet të një niveli cilësor siç I takon të ketë një mjeke e mirë. Fal prindërve të mi asindashës dhe dëshirës sime të madhe që të jem një profesioniste e mirë, ne morëm vendimin bashkërisht që unë të vijoj studimet jashtë Maqedonisë. Vendim ky, I cili aso kohë përpara 20 vitesh në shoqërinë tonë në Maqedoni ishte thuajse I paparë. Kështu unë aplikova në disa vende jashtë Maqedonisë dhe pas të kalimit të fazës selektimit nga institucionet përkatëse tek të cilat unë kisha aplikuar, vendosa të studioj mjekësi në Universitetin Johannes Gutenberg në Mainz të Gjermanisë. Ky universitet është njëri ndër universitetet më të suksesshëm në drejtimin e mjekësisë në Gjermani. Fakt ky që sa më gëzonte, po aq edhe më friksonte se a do I dal. Një vajzë e re, 19 vjeçare, në një vend të huaj, pa ndonjë ndihmë nga afër në të njëjtin vend. Aso kohë ishte çështje mjaft e rëndësishme edhe çështja e financimit të studimeve dhe jetës sime në Gjermani, nga që Maqedonia aso kohë nuk ishte e përfshirë në asnjë program bursash apo stipendiumesh, kështu që prindërit e mi shpenzuan të tërë kursimet e tyre për të më mundësuar një fillim të sigurt, por që më vonë duhet që unë në kohën time të lirë, e cila ishte shumë e pakët, të punoj për të mbuluar shpenzimet. Ishte kjo sfidë e veçantë dhe mjaft e rëndë për një vajzë të re, siç isha unë atëherë. Duke mos harruar gjuhën e huaj, të cilën unë duhet ta mësoj nga zeroja, maturën shtetërore gjermane, të cilën duhet ta kryej me sukses të lartë për të mundur që të vazhdoj studimet në drejtimin e mjekësisë në Universitetin Johannes Gutenberg në Mainz. Distancën që unë e kisha nga familja ime, e cila ishte po ashtu sfidë në vete. Të gjitha këto sfida u tejkaluan fal punës sime, vullnetit tim të madh të arri këtu ku jam sot, dhe dëshirës sime të madhe për të mos të shtuar. Nga rrugëtimi im, mësova që sfidat janë aty për t'u tejkaluar dhe jo për të na dekurajuar. Problemet janë aty për t'u zgjidhur dhe jo për të na friksuar. Në atë moment, në të rrugëtimit tënd, kur të bëhet e qartë se ky rrugëtim në të cilin ti tani gjendesh, po të ishte I lehtë, do ta bënte edhe shumica, në atë moment ke fituar shtytësin kryesor që të ndihmon të tejkalosh sfidat. Gjithsesi, në një rrugëtim të këtillë ballafaqohesh edhe me sfida të cilat të duken të patejkalueshme, por çelësi për t'i tejkaluar këto është që të mos humbësh qëllimin që ke. Të kesh qëllimin tënd gjithmonë përpara syve. Unë I arrita t'i kaloj këto sfida, të kryej studimet e mjekësisë në një vend të huaj, pastaj vazhdova me specializimin në drejtimin e mjekësisë interne
Dhe pas përfundimit me sukses edhe të kësaj faze, vazhdova me specializimin në drejtimin e kardiologjisë, i cili po ashtu u krye me sukses dhe tani mundem të them që profesionalisht kam arritur aty ku gjithmonë doja. Jam tani këtu ku kam dashur gjithmonë të jem dhe ëndrrën time e kam bërë realitet. Mesazhi im për vajzat e reja në Maqedoninë Veriore është ky. Rruga e suksesit është e vështirë, por jo e paarritshme. Një defokusim nga qëllimi kryesor, i cili në fillim është shumë i largët, mundet të të kushtoj shumë. Armiku më i madh në këtë rrugëtim mundet të bëhet vetvetja, po qese e humb besimin në vete. Prandaj, jini të guximshëm, mbani përpara syve gjithmonë qëllimin tuaj, punoni fort në këtë drejtim dhe mos lejoni të dekurajoheni nga asnjë sfidë apo problem.